Edisona të përshëndes, besoj se ka një statistikë se sa turistë kanë qenë në Elbasan vitin e kaluar dhe kush janë destinacionet më të preferuara, më të veçanta? Ju përshëndes, qarku i Elbasanit padyshim mbetet një nga qarqet me numrin më të lartë të vizitorëve, fal bashkive që e përbëjnë këtë qark, të cilave natyra ju ka falur pamje dhe vende shumë të bukura që vazhdimisht tërheqin turistët. Një nga bashkitë e cila duket se nga viti në vit ka një trend rritës sa i takon numrit të turistëve që e vizitojnë, është edhe bashkia e Gramshit, ku vetëm gjatë vitit të kaluar shifrat flasin për një rritje pozitive dhe shkojnë deri në 120.000 turistë të cilët e kanë vizituar bashkinë e Gramshit gjatë vitit që lan pas dhe sipas specialistëve të kësaj bashkie, duke qenë se numri është në rritje nga viti në vit, pritet që edhe me fillimin e sezonit të ri veror numri të kaloj pritshmëritë, pasi bashkia e Gramshit ofron një sër vendesh të bukura për të vizituar, të cilat nga viti në vit, duke qenë se janë bërë edhe më të njohura dhe për të shkuar drejt këtyre destinacioneve, tashmë është investuar dhe të gjithë vizitorët apo turistët që duan ta vizitojnë e kanë lehtësisht mundshme shkuarjen drejt këtyre vendeve. Dhe në fakt numri turistëve nuk përbëhet vetëm nga turistë vendas, por gjithashtu edhe nga shumë turistë huaj, të cilët e kanë gjetur si bashki për ta vizituar dhe padyshim që edhe këta të huajt janë në numër në rritje nga viti në vit. Vendet për të vizituar në bashkinë e Gramshit janë të shumta, padyshim pasi ka një sër vendesh shumë të bukura, ndër të cilat veçohen padyshim kanionet e famshme të Holtës dhe ujvara e Sotirës, të cilën ju jeni duke ndjekur edhe në pamje. Është një vend me pamje përrallore, pasi siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, bukuritë natyrore të këtij vendi janë padyshim një arsye për ta vizituar dhe për të kaluar disa orë relaksi. Në të gjithë bashkinë e Gramshit vizitorët kanë mundësi edhe akomodimi, pasi tashmë duke qenë se turizmi është në rritje, në të gjitha zonat është investuar dhe të gjithë vizitorët që duan të qëndrojnë për një apo më shumë ditë mund të pronotojnë në bujtina apo hotele që gjendet thuajse në të gjithë pikat ku janë më të frekuentuara, por gjithashtu edhe në qendër të qytetit. Mundësit për të kaluar disa kohë janë shumë të gjëra dhe mjafton që qytetarët vizitorë të kenë dëshirë për të qëndruar dhe mundësit janë të shumta. Një tjetër faktor për të vizituar Gramshin është padyshim edhe kulinaria, pasi ashtu si çdo bashki që mburret me ushqimet bio, padyshim edhe bashkia e Gramshit mburret me produktet dhe prodhimet bio, të cilët vizitorët kanë mundësi të shijojnë gjatë qëndrimit të tyre në bashkinë e Gramshit, ndaj një ftesë për të gjithë që duan të kalojnë qoftë një fundjavë të vizitojnë një nga pikat më të bukura që ka bashkia Gramsh. Ti ke marrë, ke realizuar edhe disa intervista, ke marrë një specialist nga bashkia e Gramshit, po ashtu edhe vetë vizitorë, të cilët flasin akoma më mirë për ndjesinë dhe vendet që ata zgjedhin për të vizituar. Ndjekim në këto momente. Vitin e kaluar kemi pasur rreth statistikat tona rreth 120.000 turistë që kanë vizituar Gramshin. Duke parë që Gramshi ka shumë resurse turistike, duke filluar që nga liçeni i Banjës, siç e patë vetë ku keni ardhur, vazhdon në kanionin e Holtës, ku në kanionin e Holtës në të dyja krahët është mbushur me shpella, që këto shpella janë të mbushur me stalaktite dhe stalagmite, që janë të vizitueshme nga turistët. Pastaj vazhdon, vjen në Gramësh, dikush mund të akomodohet në hotelet që ka Gramshi, dhe ditën tjetër mund të shkojë në ujvarën e Sotirës, që për mua është një ndër më të bukurat në Shqipëri, në llojin e vet. Ujvara atje, në ujvarën mund të ka lokale, bujtina që mund të hanë edhe drekën, edhe të rikthehen përsëri në Gramsh. Në krahun tjetër, në të kundërt të ujvarës, kemi liçenin e Dushkut, i cili ka një diçka të veçantë që në dimër ngrin dhe në behar mbushet plot me zambak.
është një nga yvarat më të bukura në Shqipëri, por dhe në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, është nga më të bukurat. Është një mrekulli natyrore dhe shohim që nga viti në vit turistët shtohen për të shijuar këtë lloj bukurie. Dua të përmend diçka tjetër, në fakt Gramsci nuk ka vetëm ujvarin e Sotires, Gramsci është një oazë mrekullisht natyrore dhe qendrash historike për të vizituar dhe për të shijuar. Kemi ndaluar për të parë peizazhin, është një rrugë shumë e bukur, një rrugë shumë e re që është bërë këtu, shumë e bukur për motora, jemi gjithë shoqëri shumë e mirë dhe me këtë kohë të bukur, me të drejtën, është kënaqësia jonë dhe shobi jonë i gjithë. Edisonat, falenderoj për programin.